por edhe këto raketat tashmë bëhen pak kushtueshme, vjen një kosto shumë e madhe dhe ajo që unë gjykoj se do të ndodhi ajo pjesë që Amerika do ta shtyjë tash për një arsye shumë të fortë, siç është humbja e dronit, dhe ta shtyjë deri në datë 10 i maj, ku pastaj presidenti Trump është i detyruar të shkojë në Kongres për të marrë vendimin dhe aty pastaj mund të justifikohet me atë që nuk dha leje Kongresi për vazhdimin e luftës dhe tërhiqjen. Pasi kjo tërheqje do bëhet edhe për arsyeën e thjeshtë sepse asnjë vend i NATO-s nuk arriti do të bashkohet kësaj lufte dhe por çdo gjë ngelet pezull, për sa kohë nuk ka një argument të saktë edhe bindës nëse sulmohet apo nuk sulmohet Irani. Por gjithmonë do të kemi parasysh gjithmonë që frika më e madhe është tek Izraeli. Izraeli mund të bëjë atë që bëri me datë 28, mund të bëjë rishtas, mund të sulmojë në mënyrë të befasishme dhe patjetër që do ketë kundërpërgjigjen e Iranit. Ashtu siç ndodhi me datë 28, domethënë që pavarësisht se u vrak Khamenei, pavarësisht se u vrak disa antarë të shtabit përgjithshëm, ata vazhduan betejën, vazhduan luftën e tyre dhe nuk u ndalën në asnjë sekond. Dhe gjykoj që të gjitha ato çfarë Irani ka deklaruar nuk kanë qenë deklarata fake, nuk kanë qenë deklarata të pa baza, ashtu siç deklaroi në kohën e luftës ku tha mund të përdor një raketë tjetër dhe ndori atë raketën fishek zjarr, ta quajmë që lëshot bomba të tjera. Goditi me strategji, goditi atë që ai Irani ka kërkuar dhe ka deklaruar gjithmonë, po bota gjithmonë apo dhe Europa heshti atë centralin atmosferik, pra që mblidh të errët e zonës dhe ja hiqte Iranit. Dhe me goditjen e këtij centrali ndodhi që pas kësaj në Iran filluan shirat, filluan përmbytje, filloi bora dhe deklarata e Iranit ishte që ajo çfarë ne kishim deklaruar që Izraeli dhe SBA ne kanë bërë këtë lloj bllokade u vërtetua tashmë me rënien e shiut edhe të borës. Kështu që Irani ka deklaruar që kam një armë tjetër, cilët askush nuk e di, por thash merret me shumë pak rezerva kjo, sepse thash sa herë që ka deklaruar që kam një armë tjetër apo do përdor një strategji tjetër, gjithmonë e ka përdorur. Dhe po ta vëmë re, ai ka përdorur raketat e vitit 2014, ishte ajo bomba fishek zjarr, ta quajmë, ishte viti 2014, por sot jemi në 2026. Por aleatët e tij, siç është Kina, patjetër që mund ta ketë furnizuar edhe me armë apo me raketa të tjera. Mos harrojmë se Kina ka një raketë MQ 4C, duket është që shkon deri në 20.000 kilometra larg dhe askush nuk e di nëse e ka sjell apo nuk e ka sjell Iranit. Kështu që çdo lloj incidenti, çdo lloj konflikti që ndodh janë ata ushtarakët që komandojnë, pavarësisht nga dëshira e Trumpit, pavarësisht nga deklaratat që bën Trumpi. Mos harrojmë se së fundmi një nga ushtarakët më të lartë detar u shkakua pikërisht në Trumpin një konflikt që kishte Trumpi me këtë lloj admirali të flotës detare dhe e shkarkoi. Kështu që nuk do të harrojmë për asnjë moment që edhe brenda Magës apo edhe vetë në Amerikë ka një rënje për sa i përket presidentit, ka shkuar deri në 40%, 37%, 38%. Është një rënje drastike, gjë që edhe vetë republikanët nuk e pranojnë, sepse patjetër janë zgjedhjet që janë në dorë dhe
republikanët mund të pranojnë një humbje të tillë, sepse i bie nëse në dorë humbasin Senatin dhe Kongresin, atëherë i bie që kenë një qeveri fiktive, themi, pa forcën vendimase, se gjithë vendimet kalohen në Kongres edhe në Senat. Çdo gjë bëhet në Senat. Ne kemi rastin e ambasadorit të caktuar në Shqipëri, i cili patjetër duhet marrë votat në Senat që të fillojë si ambasador. Po edhe aty ka konfliktet brenda për brenda, kështu që prandaj them është shumë e vështirë ta cilësosh apo të japësh një definicion të fundit dhe të thuash që do ndodhi kjo dhe do ndodhi kjo. Unë gjykoj gjithmonë që pas bisedimeve që bëri Xhedi Venci dhe u largua nga ato bisedime, bisedimet e tjera u shtyn pikërisht nga Trumpi, dhe pikërisht unë prapë ngul këmbë që pikërisht u shtyhet sepse ka ndodhur në atë moment ka ndodhur edhe zhdukja e këtij droni. Dron që themi unë e cilësova dhe i herë dhe prapë e cilësoj që është njësoj sikur në tavolinën e shtabit përgjithshëm të Amerikës të ketë një iranian. Dhe gjoni të shkoj Iranit për gjithë lëvizjet që bën ushtria amerikane, qoftë ajo toksore, qoftë ajo detare apo ajrore. Kështu që në një gjykim të thjeshtë, pavarësisht se shumë nga mediat janë sulur dhe po pretendojnë se do ketë një ndërhyrje ushtarake, do ketë një forcë të madhe të Amerikës dhe po e paraqesin Iranin si një vend që është i shkatruar, është i bërë, po çuditërisht ky vend i shkatruar gjithmonë po përgjigjet dhe po kundër përgjigjet në gjithë objektivat e tij. Patjetër janë njerëz të cilët bëjnë analizën, themi, duke qenë të shtyrë qoftë nga Mossadi, qoftë nga persona apo individ të tjerë të cilët kanë lidhje direkt me Izraelin dhe mendojnë se duke bërë një propagandë do fitohet. Por lufta nuk fitohet me propagandë. Lufta nuk fitohet as me shtyp dhe as me atë fege që mund t'japi çdo njeri. Ajo që është konkrete, ajo që është reale. Ngushtica e Hormuzit është një nga, themi, bombat që përdori Irani, po mos harrojmë se është edhe ngushtica e Babel Mandelit, të cilët Huthët e kanë deklaruar që në momentin që Irani do goditet, ne do ta mbyllim ngushticën. Dhe mbyllja e kësaj ngushtice do të thotë pezullimi total. Nëse sot nga ngushtica Babel Mandel dalin Arabia shet naftën dhe dalin nga ngushticë dalin tankerat dhe prandaj edhe nuk është ndjerë kaq shumë, themi, ajo rritja galopante e naftës, ashtu siç edhe në Gjirin e Hormuz pavarësisht se është deklaruar dhe është thënë që Gjiri i Hormuz është i mbyllur, në asnjë moment nuk ka qenë i mbyllur, pasi qoftë kinezët, qoftë turqët, qoftë japonezët, të cilët kanë filluar tashmë, të gjithë vendet kanë filluar dhe kontaktet nuk po i bëjnë më me Amerikën për kalimin e anijeve të tyre, tankerët të tyre nga Gjiri i Hormuzit, po i bëjnë me Iranin. Pra, dashje pa dashje, Irani është kthyer në një faktor vendimtar në Gjirin e Hormuzit. Duan apo mos duan, na pëlqen apo s'na pëlqen, nuk ka rëndësi fare. E rëndësishme është ajo çfarë ndodh në terren. Dhe në terren ndodh që të gjithë këto anije, të tankera kalojnë. Para 2 ditësh, supozojmë, kaluan 16 anije nga cilat 8 ishin apo 9 ishin tankera që kalonin dhe tjetër ishin mall. Kështu që në çdo moment Irani tash është përgjigjur me të njëjtën monedhë. Ajo që ju bllokua dhe kapën një anije, Irani u përgjigj me 2 anije të tjera. Në Gjirin e Hormuzit u bllokoi 2 anije të tjera me atë flotën e famshme, pavarësisht se është thënë që flota i 180 anijet e Iranit janë të mbytura, realisht Irani nuk ka pas nuk është shquar për në një flotë detare, por kanë atë flotën e mushkonjave që quajnë ata dhe pikërisht me këtë lloj flote ata kanë bërë të mundur edhe ndalimin e tankerave apo anijeve
për të dalë nga gjiri Hormuzit që nuk e kanë lejuar, por njëkohësisht edhe i kanë drejtuar për në gjirë të Hormuzit janë po kjo flot që i drejton anijet në ngushticën e Hormuzit për të kaluar. Kështu që të gjitha shohim që lajmet janë shumë fake, ka lajme që kanë deklaruar që gjiri Hormuzit është i minuar, kur realisht nuk ka asnjë anije deri më sot, nuk ka goditur në një bombë që të ketë shpërthyer pikërisht nga këto mina. Nuk edhe pse anijet kanë tentuar të kalojnë, kanë ndryshuar kursin, nuk kanë shkuar në atë vijën ku e ka përcaktuar Irani, kanë kaluar nga ana tjetër, prapë nuk kanë hasë në asnjë minë. Kjo vërteton që edhe ky lajm që është minuar ngushtica e Hormuzit duket se sikur është një lajm fake, nuk është lajm real. Por thash, gjithmonë mundohen shumë media mundohet e paguar, patjetër e paguar nga agjenturat të ndryshme dhe sidomos nga Irani. Dalin dhe deklarojnë gjëra të pavërteta, vetëm duke menduar sepse ky lloj opinioni do ta bëj që Irani të humbasë luftën. Megjithëse në këtë luftë unë kam thënë që nuk ka të fituar, janë të gjithë do dalin fitimtarë dhe të gjithë do dalin të humbur. Pikërisht humbja më të madhe e ka Europa sidomos, e cila varet totalisht nga nafta që del nga lindja e mesme. Qartë. Mirë, të përkohë që për të mbyllur, ndërkaq të gjithë rolin e Pakistanit në këto negociata që janë zhvilluar, si e keni parë dhe nga ana tjetër, kush do ta mbajë barrën më të madhe nëse do të kemi një shpërtim të mëtejshëm të kësaj krize? Pakistanin ata e zgjodhen edhe nga pikpamja sepse është një shtet i cili ka bombë bërthamore, pra është i tillë, por nga ana tjetër iranianët luajnë pak edhe diplomatikisht me Pakistanin, duke qenë se Turqisë nuk i besojnë në mënyrë absolute. Por duke parë dhe një raport që Pakistani ka me Arabin. Ata kanë një marrëveshje Arabia me Pakistanin në rast sulmit të njërit apo tjetrit, ndërhyn direkt. Dhe një konflikt ndërmjet Arabisë dhe Iranit do bënte që Pakistani të ndërhynte, duke e vlerësuar Pakistanin dhe duke e thirrë Pakistanin si negociator, duke rënë dakord që Pakistani të jetë si negociator, atëherë bie që në çfarëdo lloj konflikti që të ndodhi tashmë gjatë kësaj betejë të mundshme, nëse do goditet Arabia, Pakistani duke qenë se ishte pjesë e tavolinës dhe mban atë barrën, tashmë ka një barë që nuk u realizua, themi në diplomaci, atëherë Pakistani nuk mund të ndërhyjë kundër Iranit. Mos harrojmë se Pakistani është edhe një vend me shumicë shiite. Kështu që ishte një lëvizje e zgjuar e Iranit për ta futur Pakistanin në lojë dhe mos lejoj Turqinë për të qenë negociatore, pasi të jemi realisht, Irani nuk